Mirëdita të dashur miq të njohur e të panjohur, në veçanti ju ndjekës të orës letrare. Nga sot e në vazhdim, ora letrare do t'i përkushtohet kujt do thoni ju. Omerit, në veçanti poemës së tij Odisea, botuar në Shqip. E përkthyer nga Pashko Gjeçi. E kam bler këtë libër, për kuriozitet, në 8 mars 1977, 49 vite më parë, 20 vjeçar. Po e filloj leximin me këngën e parë. Këndon Ozana, të urtin burri që uend, për sa vjet poshtë e lartë pa plank shtëpi, si shtroi për dhe të shenjtat ledë Trojës e që shëtitje pa qytete e vise, njohu zakone doke gjithfar popullsh. Shumë vojti zemra e tij në det me dallgë, ndërsa përpiqej shokët i shpëtonte e gjatë i kthente në vatrat e tyre. Por kote pat, askush si mbeti gjallë, u ahengri kokën marrëzi e tyre, sepse të marrët shuan urini që kishin me qetë e diellit Hiperion, i cili si la të kthehen në tokën atërore. Bije e Zeusit, hyneshë, tregon as paku një pjesë, sa do të vogël, të arative. Ata që i shpëtuan vdekjes të merë, arritën me zigjallë në shtëpi nga e zeza luft, nga deti shku me dalgë, po veç atë që digje për të kthyer ndaj gruas e vatrës, nimfa kalipso hynesh midis hyneshash, fshehte mbante diku në shpellë, se i donte burë për vete. Dhe atëherë, kur vitet një pas një duke rëkëllyer, sollën ditën prej zotar të saktuar që të kthej, dhe atëherë do të gjente luftë e vuajtje midis miqve të vetë, që shumë i donte. Të gjitha hynitë për të pëndjeni dhembje, veç Poseidonit. I natë madh ky mbajti kundër hynor Uliksit, gjesa këmba këti i preku në truallin e vendlindjes. Po hiu na kishkuar në fund të botës të shokët lartkit Etiopë, të cilët janë ndarë në 2 krajina, njëra drejt nga lindja e tjetra ande nga dielli perëndon. Atje kish gjetur flira të përgjakshme me qengja e mëzetër. Shpirti i kënaqjes ngren një sëpiri në gosti, ndërkaq hynitët të gjitha ku vend bënin, në Olimp, në pallatin madhështor të Zeusit. Ahere i pari, ati njerëzimi dhe i hynive, zu kështu të flasë, pse ju kujtua i kish një djalë e gjisti, të cilin Oresti, biri Agamemnonit, një trim në zë, e kishe lënë të vdekur. Kështu foli zotave të pavdekshëm. Me det, sa keq për ne të vdekshmit flasin, thonë se të zezat veç nga ne u vinë, e shohin se më fort nga Shudafati. Me marrëzi sjellin zeza vetes. Ja xhberi e gjisti, ndryshe nga ç'kish shkruar, ja mori gruan birit të Atreut dhe vrau sapo që kthye në shtëpi, sido që dinte se do i binte kokës. Se ne ja thamë, Hermesin i dërguam, gjaksin vëzhgus të Arguslit, që ti thoshte të mos bënte krim, të mos vinte dorë mbi gruan e huaj, sepse dita do të vinte që Oresti rritur mosh, i shtyr nga malli, të shokat den, do i merte gjakun 8. Ja tha Hermesi, por si ambushi mendjen e gjistit, ndonse për të mirë i fliste, e tashtia i po i lan fajet të gjitha. Atëherë ja priti Atena, si qellorja. O ati ynë, Kronit, mbret për mbi mbretër, keqe pësoj, sepse ashtu e deshi, ashtu u shoftë, ku shkon në rrugë të ti, po mua më therë zemra, sa më zbet për të shkretin Uliks. Turtë, por fatëzi, që ka sa kohë i ndar nga miqtë, vua në një ishull që në çdo anë e rahin dalgët në mes të oqeanit pa kufi. A ishull është si pyll, aty jeton një hynesh, bija e atij Atlantit. Zitrilluesit
që njehum nerën e detit, e mban shtyllat që ndajnë në qiellin nga toka. E pia e tij e mban ndaj vetes shkretin që ri e fshan, kërkon me fjalë të buta e themla t'ia largoj mendjen i takën. Por Uliksi veç tymin lyp një herë të shoh që del nga strekët e vendlindjes, e pasaj t'jap shpirt. Vallë, zemra jote nuk të është mallëngjyer, Zoti i Olimpit, nga të gjitha ato therrore që ai bëri pran galesh greke ndër fusha trojane. Përse ky zemërim Zeus ndaj tij? E Zeusi që brenti e kthjell u gjeq. O bia ime, ç'fjalë të shkau nga goja, si të harroj Uliksin e hyneshën ndër njerëz më të mençmit përmbi dhe, që më shumë se kushdo therrore u bëri zotave të lum, banorë të qeve të lartë. Por Poseidoni që sundon tërë botën ka marrë inat për shkakun e ciklopit, që Uliksi la pasy, të polifemit hynor, forca e të cilit është më madhe se i gjithë ciklopëve tjerë. Nimfa Tosa lindi këtë, bia e Forkusit, mbreti detit të pafrytshëm, që bashkua me Poseidonin në ato shpella terta. Poseidoni, prandaj, që tund gjithë botën, nuk ja me shpirtin, por e sjell poshtë e lartë pa e lënë të shkel në tokën e të parve. Por ne, ashtu si jemi këtu së bashku, ta shqyrtojmë çështjen e kthimit të tij, dhe Poseidoni do t'i dalë inati, se i vetëm me di zotat s'mund të kapet. Kështu u gjeq Athena syqellorja. O ati ynë kronit, ti mbret mbi mbretër, në qoftë se u pëlqen zotave të lum, që Uliksi urt të kthehet shpejt në shtëpi, të çojmë fluturim thi ne, Hermesin, lajmëtarin e shkëlqyeshëm të hynive, në ishullin e Ogygjit, që t'i thotë: Nimfës, krel bukur, qartë, vendimin ton, përfundimtar, për kthim të ti në atë. Unë po zbes një herë një takë të frymëzoj të birin, t'i fus në zemër kuraj e forcë, të mbledhë ai për kuvend Aklea slog gjatë në shesh të burave, e mos lej më princa në shtëpi. Çdo ditë këta po ja djetojnë baktinë, demat brikthyer e hapkular i therin, e do ta shpije pasaj andej nga Sparta, e në atëranishtë të Pilos të pyes për tanë, të njihet e t'i dalën nam i mirë. Foli, sandalet e bukura mbathi, krejtë të praruara, që mbi ujë e dhe të pamatur, e bëjnë të shpejtë si era, dhe roku pa të shanën me maj bronzi të mprektë, të rendë edhe mjaft të fortë me cilën përmbys radhët e heronjve trima, kur ndizet nga inati ajo, bija e një atit fuqishëm, zbriti nga majat e Olimpis si rufeja, mes popullit të Takës, preku tokën shpit Uliksit, mute pragu i portës, në dorë mbante më zdrakun prej tumbaku, basi t'ishte mentori, mbret i tafëve. Mëtojnë si të krenar aty, na i gjetë bashkuar, por losnin zaresh të kalonin kohën për para portash mbi lëkura qesh që kishin therrur me duart të tyre. Shkonin e vinin lajm saj shërbëtorë duke zbrazur ndër kupa vere ujë, tryeza duke fshirë, mjaft të shëndritshme, me syngjere plot vrima, i vinin para mbi to secili të mishe djamë të ngopen, i pari gjithve me fytyrë hynie, ai Telemaku e pa, rrinte mes mëtonjësve, me tanë në përsy e zemër plasur, duke pritur të vijë e të nxjerrë jashtë të gjithë ata që kishin zënë shtëpinë e ndorë të marë fuqinë e pasurinë. Mes mësonjësish pra, i zhytur në demetime, Athenën pa dhe u drejtua te porta. Do vazhdojmë leximin në emisionin e ardhshëm të Orës Letrare. Kalofshi bukur ditën dhe ditët e tjera në vazhdim. Miropafshim. Faleminderit.